تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut. Më I miri udhëzim është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Robert Allahut. Allahu I lartësuar na ka treguar për historitë e pejgamberëve të Tij në mënyrë që të mësojmë prej jetës së tyre dhe të veprojmë sipas shembujve të tyre. Kur I ka përmendur disa pejgamberë, e ka përmendur Ibrahimin alayhi salatu wassalam dhe pasardhësit e tij dhe ka thënë Allahu I lartësuar duke ju drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Këta janë ata të cilët Allahu I ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Andaj edhe ti ndiqe rrugën e tyre. Kështu Allahu e urdhëroi ata që t'i pasonte profetët që ishin para tij, dhe ai e zbatoi urdhrin e Zotit të tij, duke arritur shkallët e përsosmërisë që ata kishin. Pastaj Zoti ynë na urdhëroi edhe ne që ta pasojmë të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu I lartësuar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Në të dërguarin e Allahut ka një shembull të mrekullueshëm për ata prej jush që shpreson tek Allahu dhe dita e fundit dhe që e përmend Allahun shumë. Në këtë rast po përmend disa nga qëndrimet e të dërguarve të Zotit botëve për të nxitur vullnetet dhe për pasim dhe ndjekje në të mirën, për të kërkuar përsosmërinë, për të marrë shembull në përulësi, në nënçmimin e vetvetes dhe në largim nga dëshira për hakmarrje dhe shpagim. Nga ato që Allahu na ka treguar është edhe ajo që ndodhi mes Nuhut alayhi salatu wassalam dhe djalit të tij. Allahu I lartësuar thotë: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ai pra Nuhi alayhi salatu wassalam tha, hipni në anije me emrin e Allahut, ajo lundron dhe me emrin e Allahut ndalet. Me të vërtet Zoti im është falës dhe mëshirues. Pastaj vazhdon: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Dhe ajo lundronte me atë në përvalet e mëdha e të larta si malet, ndërsa Nuhu e thriste birin e vet, I cili ishte ndar veç, o biri im, hip me ne e mos u bëj me mohuesit. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma.
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. I biri tha, unë do të strehohem në një mal i cili do të më ruaj nga uji. Nuhu ju përgjigj, sot askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut përveç atij që e mëshiron ai. Pastaj një val mes tyre i ndau dhe ai u fundos. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Më pas u thërrit o tokë, gëlltit ujin tënd dhe ti o qiell ndaloje shiun dhe uji u tërhoq e u plotësua urdhri i Allahut, ndërsa ania u ndal në al-Judi dhe u tha, larguar qofshin të padrejtët nga mëshira e Allahut. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Pastaj Nuhu ju lut Zotit dhe I tha, o Zoti im, biri im është nga familja ime, premtimi yt është I vërtet dhe ti je gjykatësi më I drejtë. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Allahu I tha, o Nuh, ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të keqe. Mos ma kërko atë që ti nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga të paditurit. Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al-khasirin. Nuhu tha, o Zoti im, kërkoj mbrojtjen tënde për të mos kërkuar gjëra për të cilat unë nuk kam dijeni. Nëse ti nuk më fal dhe nuk më mëshiron, do të jem nga të humburit. Nuhu alayhi salatu wassalam vazhdon për ata thras djalin e tij të dëshpëruar dhe këmbgul që ai të bashkohet me të mirët dhe të largohet nga shoqëria e kriminalëve, pa u lodhur dhe pa u dorëzuar, duke vazhduar në thirrjen e tij derisa I doli pengesa mes tij dhe djalit të tij. Ku jemi ne nga kjo këmbgulje në thirrjen e fëmijëve dhe familjarëve tanë dhe nga ky durim? Shumica prej nesh, pas një përpjekje të vogël, mendon se nuk ka dobi nga thirrja dhe ndërpret atë, ndonë se udhëzimi I tyre mund të jetë shumë afër. Pastaj shikoni butësinë në trajtimin e fëmijëve, madje edhe kur janë mëkatar. O biri im, butësi në fjalë dhe durim në dialog me të paditurin, pa shpërsi, pa nënçmim dhe pa I lënduar ndjenjat e tij me fjalë të rënda. Në këtë tregim ka ngushëllim për prindrit e mirë, të cilët janë përpjekur në edukimin e fëmijëve që nga vegjëlia, por megjithatë edukimi nuk e ka dhënë atë që dëshironin dhe fëmia nuk është udhëzuar. Pastaj shikoni edukatën e lartë kur I drejtohet Allahut me përulësi dhe me madhërim ndaj tij. Nuk thoshte o Zot shpëto ma djalin, por me lutje të përulët. Premtimi yt është I vërtetë. Dhe kur e kupton se nuk duhet lutet më për të, menjëherë kërkon falje dhe mbrojtje tek Allahu I lartësuar. Profeti Allahut Musa alayhis salam në një nga momentet më të vështira të jetës së tij, kur faraoni Tiran dhe ushtria e tij e ndiqnin, ndërsa shkaqet materiale të shpëtimit mungonin dhe shkaqet e shkatrimit ishin të pranishme, pra armiku ishte pas tyre dhe deti para tyre. Megjithatë, Musa alayhis salam betet I bindur në ndihmën e Allahut dhe I bindur se premtimi I tij nuk dështon. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. Kur dy grupet e pan njëri tjetrin, shokët e Musait thirrën, me të vërtet na zun. Ai tha, kurse si, në të vërtet me mua është Zoti im, ai do të më tregoj rrugën. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. Dhe ne I shpallëm Musait, bjeri me shkopin tënd detit. Menjëherë deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si mal I madh. Atëherë ne I afruam aty të tjerët. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Musain dhe të gjithë ata që ishin me ta I shpëtuam, kurse të tjerët I fundosëm,
padyshim në këtë ka shenja treguese, por shumica e njerëzve nuk janë besimtar. Ky është besimi i paluhatshëm i pejgamberëve të Allahut. Në momentin që njeriu e llogarit se është i pashpresë, pejgamberët e Allahut kishin bindje të plotë në ndihmën e Allahut. Sa shumë kemi nevojë për këtë besim në ndihmën e Allahut për fenë dhe miqtë e tij, kur sprovat shtohen dhe armiqt i sulmojnë muslimanët me gjithë fuqinë e tyre. Sa shumë kemi nevojë për këtë besim kur shfaqet hipokrizia dhe munafikët forcohen me jo besimtarët, duke u përpjekur t'i largojnë muslimanët nga feja e tyre, herë me dyshime dhe herë me epshe e pasione, duke shpifur kundër bartësve të thirrjes së tauhidit dhe duke trilluar gënjeshtra ndaj tyre. Sa shumë kemi nevojë për besimin në fjalën e Zotit ton të lartësuar, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun. Ata dëshirojnë ta fikin dritën e Allahut me gojën e tyre, por Allahu e përsos dritën e vet, edhe nëse këtë gjë e urrejnë jo besimtarët. Allahu është ai që e ka dërguar të dërguarin e tij me udhëzimin dhe fenë së vërtetës, për ta ngritur atë më lart se të gjitha fetë, edhe nëse këta nuk e pëlqejnë mushrikët. Një shembull tjetër i mrekullueshëm është Isai i biri Merjemes alayhis salatu wassalam, ndaj të cilit shpifet shpifja më e madhe, duke i atribuar atij se ai e ka hyjnizuar veten dhe nënën e tij dhe se i ka urdhëruar pasuesit e tij t'i adhurojnë ata të dy. Ai e mohon këtë akuzë ndaj vetes me një stil të mbushur me edukat ndaj Zotit të tij subhanahu wa taala dhe me butësi ndaj atyre që shpifen ndaj tij. Megjithatë, ai zhvishet nga interesat personale dhe nuk kërkon hakmarrje ndaj atyre që ofenduan dhe shpifen ndaj tij, por shpreson nga Zoti i tij faljen për ta. Ky është morali i thirrësit të vërtet, qoftë ai nxënës i dijes, hoxh, shkrimtar, mësues apo mësuese, apo ai që e ndalon dhe lufton të keqen. Ai e di se do të përballet me fjalët e njerëzve dhe e përgatit veten për këtë. Ai kundërshton shpifjet me butësi, duke ndikuar si tek ai që e mbështet, ashtu edhe tek ai që e kundërshton. Zemra e tij është e pastër nga urrejtja ndaj të tjerëve dhe ngrihet mbi interesat personale të kësaj bote. Allahu i madhruar thot për Isain alayhis salatu wassalam për ditën e gjykimit, thot Allahu: wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Kujto kur Allahu do të thot në ditën e gjykimit: O Isa, biri Merjemes, ati u the njerëzve, adhuromni mua dhe nënën time krahës Allahut. Isai do të thot: i lartësuar je ti, mua nuk më takon të them diçka për të cilën nuk kam as pak të drejtë. Po ta kisha thënë ndonjëherë, ti do ta dije. Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, po unë nuk e di çfarë ka në shpirtin tënd. Ti je i gjithdijshëm për të fshehtat. Pastaj Isa a.s. e pastron veten dhe e tregon realitetin e veprimtarisë së tij, edhe duke u arsyetuar. Thot: ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Un nuk u kam thënë asgjë tjetër përveç asaj që më ke urdhëruar. Adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kam qenë dëshmitar për sa kohë që kam jetuar midis tyre, dhe që kur se më more mua, vetëm ti ishe mbi këqyrës i tyre. Ti e dëshmitar për çdo gjë. Shikoni si thirrja e pejgamberëve është vetëm për ta madhruar Allahun dhe për ta shtuar nderimin dhe respektin ndaj tij, duke e veçuar atë me adhurim. Por rruga e pejgamberëve gjithashtu ka qenë edhe mëshirë dhe butësi ndaj njerëzve, duke ju friksuar Allahut dhe duke e madhruar atë. Prandaj në vazhdim Isa alayhis salam thot: in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nëse ti i dënon ata, robërit e tu janë, e nëse i fal ata, me të vërtet, vetëm ti je i plotfuqishmi dhe i urti.
Kjo është edhe metodologjia e përmirësuesve. Ata kujdesen për dobinë e njerëzve dhe kërkojnë justifikime për ta. Ata janë të mëshirshëm si ndaj atyre që pajtohen me ta, ashtu edhe ndaj atyre që i kundërshtojnë. Nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: sikur po e shoh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke treguar për një nga profetët, të cilin populli i tij e goditi dhe e gjakosi, ndërsa ai po e fshinte gjakun nga fytyra dhe thoshte: o Allah, fale popullin tim sepse ata nuk dinë. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Gjithashtu është qëndrimi i Jusufit alayhis salam me vëllezërit e tij. Thot Allahu i lartësuar: qalu a innaka anta la Yusuf قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Ata thanë: vallë, ti je vërtet Jusufi? A ju përgjigj: po, unë jam Jusufi e ky është vëllai im. Allahu na mëshiroi. Ata që ruhet nga gjunahet dhe bëhet i durueshëm, Allahu e shpërblen, sa ai kur nuk ja humb shpërblimin punë mirëve. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alejna wa in kunna la khati'in. Ata thanë: betohemi për Allahun, vërtet që Allahu të ka ngritur ty mbi ne dhe ne pas kemi qenë vërtet të gabuar. Qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ai u tha: sot s'ka qortim për ju, Allahu ju falt. Ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve. Sa madhështore janë këto shpirtra. Sa të pastra janë këto zemra. Janë zemra të shëndoshura që janë zhveshur nga interesat personale dhe kanë postur dëshiren për hakmarrje dhe shpagim. Kjo është për shkak se e madhronin Allahun dhe e njihnin hakun e tij. Këta njerëz të mëdhenj nuk shihnin asgjë para hakut të Allahut. Para madhështisë së Allahut çdo gjë për ta ishte e vogël. Allahu bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi mëshiruesi. Alhamdulillahi ala ihsanihi wash-shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. E gjithë lavdia i takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe i vetëm dhe i pastër nga çdo ortakri, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Allahut, i cili thiri për tauhid, moral dhe çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time me takua, kush i ruhet Allahut, ata Allahu e ruan, e ndihmon dhe Allahu i mjafton. O robërt Allahut, pejgamberi Allahut, Ejubi alayhis salam, ishte shembull i madh i durimit në sprova të vështira. E goditi sprova dhe ai mbeti i durueshëm, duke shpresuar shpërblimin dhe i lidhur fort me Zotin e tij të lartësuar. Kur sprova ju rëndua për shumë vite, ai ju drejtua Zotit të tij dhe ja paraqiti atij nevojën e tij. Kështu, menjëherë erdhi lehtësimi dhe Allahu e shëroi nga ajo smundje me të cilën ishte sprovuar. Thot Allahu i lartësuar: wa Ayyuba idh nada rabbahu أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Kujtoje Ejubin kur ju lut Zotit vet: mua më ka goditur vështirësia, e tije më mëshiruesi i mëshiruesve. Ne ju përgjigjem atij, ja larguam mjerimin që kishte dhe ja kthyem familjen të dyfishuar në numër. Këta e bëm nga mëshira jonë dhe që të jetë për kujtesë për ata që na adhurojnë. Kjo është mëshira Allahut ndaj miqve të tij. Thot Allahu: rahmatan min indina, nga mëshira jonë. Ejubi është shembull që e ndjekin të devotshmit dhe ngushëllim për të sprovuarit. Ai, me gjithë pozitën e tij të lartë te Zoti i tij, u sprovua me një smundje të rëndë dhe të gjatë. Domethënë, jo çdo i sprovuar
është për shkak të ndonjë gjunahi që ka bërë, apo për shkak se është i nënçmuar tek Allahu. Ai është shembull për të devotshmit në durimin e gjatë dhe kënaqësinë me caktimet e dhimbshme të Allahut. Ashpërsia e smundjes apo zgjatja e saj nuk i shtyn këta njerëz të kërkojnë shërim me diçka që është haram, si shkuarja te fallxorët apo mjekimi me gjëra të ndaluara. Krahas këtyre vështirësive, nuk e humb madhrimin e Allahut dhe edukatën në lutje ndaj tij. Nuk ka thënë, o Allah, ti më ke dërguar smundje, por ka thënë, më ka goditur vështirësia. Këtë edukat ndaj Allahut e shfaq miku i Allahut Ibrahimi a.s. Ai ka qenë në pozitë të thirrjes për tek Allahu, duke i ftuar njerëzit që ta veçojnë Allahun me adhurim, por shikoni si zgjedh fjalët. Thot Allahu i lartësuar: "Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin." Ka thënë, thot Allahu, ai tha: "A keni menduar mirë për çfarë keni adhuruar ju? Si ju, ashtu edhe të parët tuaj të lashtë. Në të vërtetë, ata janë armiqtë e mi, përveç Zotit të botëve, i cili më ka krijuar dhe më udhëzon. Alladhi khalaqani fa huwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, i cili më ushqen dhe më jap të pi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin, dhe kur smurem, ai më shëron." Të gjitha mirësitë ja përshkruan Allahut, por kur vjen të smundja, atë ja atribuon vetes. Nuk thot kur më smur më shëron, por thot kur unë smurem ai më shëron. Kjo është për shkak të madhrimit të bukur të Allahut dhe respektit madhështor ndaj tij. Madje nga edukata e bukur dhe madhrimi i madh ndaj Allahut, pejgamberët nuk janë drejtuar në lutje me kërkesë të drejtë për drejtë ndaj Allahut, por janë mjaftuar vetëm me përmendjen e nevojës. Përmendëm më herët si janë lutur Nuhi dhe Ejubi a.s. Musa a.s. kur ka qenë nevojtar dhe i uritur, nuk i drejtohet Allahut dhe nuk thot më ushqe, por thot: "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Zoti im, çfarë do dhuntie që të më japësh, unë jam nevojtar. Yunusi a.s. duke qenë në ngushticën e barkut të peshkut, në presionin e detit, në errësirën e natës, i drejtohet Allahut vetëm duke e shprehur tauhidin dhe lartësimin e Allahut, si dhe duke e fajsuar veten për atë që ka ndodhur. Thot: "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Nuk ka të adhuruar me të drejtë posteje. Ti je i lartësuar dhe i pastër nga tmetat, unë isha i padrejtë. Pejgamberët e Allahut nuk kanë lënë asnjë mangësi në adhurim, pa marrë parasysh në cilën pozitë dhe në cilën gjendje janë. Pejgamberi i Allahut Davudi a.s., të cilit Allahu i dha nga kjo botë mbretëri, pushtet dhe pasuri, ja kanë nështruar malet që kanë bërë tasbih bashkë me ta, si dhe shpezët. Megjithatë, namazi i tij është namazi më i mirë. Agjerimi i tij është agjerimi më i mirë. Ai është shembulltyra e adhuruesve, namazfalësve dhe agjeruesve gjatë jetës së tij dhe pas vdekjes së tij. Nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma transmetohet se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i ka thënë atij: "Namazi më i dashur tek Allahu është namazi i Davudit alayhis salam. Dhe agjerimi më i dashur tek Allahu është agjerimi i Davudit. Ai flinte gjysmën e natës, falej 1/3 e natës dhe flinte përsëri 1/6, dhe agjeronte një ditë dhe pushonte një ditë tjetër." Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Prandaj, njeriu nuk justifikohet për neglizhencë në veprat e pëlqyeshme, e aq më pak në obligime, me arsyetimin e angazhimit me këtë botë. Pejgamberi i Allahut luti a.s., i cili jetonte në një shoqëri ku shtohet immoraliteti dhe paksohet virtyti, ai jeton mes një populli ku janë përmbysur peshoret, saqë e mira është bërë e keqe dhe e keqja e mirë. E thiri popullin e tij, e këshilloi dhe e qortoi, por si ishte përgjigjja e tyre? Kanë thënë, thot Allahu: "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Përgjigjja e vetme e popullit të tij ishte: "Dëbojeni familjen e Lutit prej qytetit tuaj, sepse ata janë njerëz të dëlirë, njerëz që duan pastërti." Nëse je mes njerëzve që konsiderojnë gënjeshtrën zgjuarsi dhe mençuri, nëse je mes njerëzve ku është përhapur rishfeti, dhe ai që nuk merr pjesë në tradhtinë e tyre ndaj amanetit quhet i ngurtë dhe ekstrem,
Nëse je mes njerëzve që i kanë humbur amanetet e tyre dhe nuk e respektojnë atë që është besuar, dhe të qortojnë për ruajtjen e amanetit dhe për respektimin e rregullave me të cilat ruhen të drejtat e muslimanëve. Nëse je në mesin e atyre apo të tjerëve që janë përmbysur peshorët, atëherë mos u mërzit kur e vërteta bëhet turp tek ata që të qortojnë për të. Shembull e ke pejgamberin e Allahut, i cili u qortua për braktisjen e imoralitetit dhe kjo u bë shkak për dënimin dhe dëbimin e tij. Mos thuaj të gjithë janë kështu, do të bëj edhe unë. Mos thuaj janë prishur njerëzit, por puno për përmirësimin dhe përforcimin e vetes sate. Shikoni Jusufin a.s., një djalë i ri me fuqinë mashkullore të rinisë dhe me bukuri të jashtëzakonshme, por për shkak të madhrimit të Allahut ju largua mëkatit për cilin e joshej gruaja e mbretit, një grua me pozitë, fuqi dhe bukuri. Allahu thot: "Warawatathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak qala ma'adha Allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun." Por ajo në shtëpinë e së cilës gjendej ai, nisi ta josh. Ajo i mbylli të gjitha dyert dhe tha: "Jam e gatshme për ty." Kurse ai tha: "Allahu më ruajt. Me të vërtet, Zoti im është kujdesur për mua në mënyrën më të bukur dhe padyshim keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë." Ky profeti i sinqert ishte njeri dhe kishte dëshira si çdo i ri, por megjithatë imani i tij e ndaloi nga kryerja e imoralitetit. Shembujt e pejgamberëve janë të shumtë dhe mësimet që mund t'i nxjerrim janë edhe më të shumta. Allahun e lutim të na bëjë të dobishme secilën urtësi që na mëson dhe të na përmirësojë gjendjen tonë të rësi. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." Vërtet Allahu i jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد